që rëzi nuk është elit. Në bardh dhe ma bardh, ata I kemi lanë masdorët pastaj, nuk referohemi fare. Faktikisht elita për ne janë edhe njerëzit që janë dritë, dietarë. Njerëz që mund të kenë bërë 10 shkolla nuk janë dietarë, 10 universitete edhe nuk janë dietarë. Mund të jenë njerëz edhe fare pa shkollë që janë dietarë, po mund të jenë njerëz edhe me shkolla, me universitete që janë edhe dietarë. Kjo është shke nga kudo. Mund të jenë shembull edhe me diçka shumë të thjeshtë. Thjesht mënyrën se si jetojnë jetën, se çfarë përcjellin në shoqëri. Si e orientojnë shoqërinë, si e orientojnë njerëzit. Edhe ata janë dietarë. Dietar nuk është një njerëz që mund të ketë lexuar mirë libra. Edhe mund të ketë shkruajtur palesa sa libra të tjera. Mund të arrijë deri te I ditur. Ky njeri. Dietar është kur I vjen dija prej lartit. Kur nuk I ka vetë dijen, apo ka. Sepse dija nuk është diçka që na përket neve. Dija është energjia, është drita vetë. Dituria është diçka tjetër. Dituria merret prej librave, merret prej eksperiencës, përvojave jetësore etj. Kjo akumulohet dhe kjo nuk është e pa